Përshëndetje nga kuzhina e Nirit. Sot kam vendosur të përgatit për iftar mish terër me oriz dëpsi që bëhet perfekt. Mishin e terën e kom zi veç 4 valja, kom dhonë veç me ujë, me kur gjë tjetër sepse mishi e ka kripen e vet. Në anën tjetër i merrni 5 gota i kom marrë në 5 gota të ujë që janë 200 ml, sepse këtë iftare që prapë në xhami për sonte. Kështu që ju mundeni me nëse jeni antar ma pak të familjes, veç e përgjysmani. Unë i kom qitë pra 5 gota të 200 ml me oriz, e kom pastru mirë derisa të mbet edhe ujë i pastërt, 50 gram me buter, vaj, 2 domate të vogla, një spec skuqe e kom ngri, 3 qep i kom ngri, 2 lugë të gjellës me veget, 1 lugë të mes me magdanoz të terër, 1 lugë të qajit me biber të zi, edhe bismillah fillojna tash me përgatitje në një tigan spore, tash qesim pra vaj edhe lojna që të nxehet vaj. Furrën e kom shumë nxehtë temperaturë 220 gradë. Pasi që vaj është nxehur, i marrim qip. Qesim në tigan. Edhe e përgatitëm. Pasi kemi zgjuar qip pak pashtë, shtojmë atra orizin e pastruar. Edhe i kaverdisim pa. E kom kaverdis në tigan, pra edhe orizin me qep një 5-6 minuta me thanë. Marrëm tash domatet. Një spec që. Orizin pa e kom qit në tepsit lumit shtet të sodës. Kaverdisim edhe shton tepsit dhe një 5 minuta. 6 minuta. Mbasi kemi kaverdisur orizin e një 6 minuta të tepsi, tash shtojna gjajtën për ndryshe buterin. Mellesat, biberin e zi, magdanozin, vegetën. Të përzina gjitha, marrën ujë të vajt, po të nxehtë prej bakallit, edhe ja qesim orizit për një, derisa të mbullohet një 2 gishtra orizin në tepsi me ujë. Edhe dhe gishtra shtojna ujë. Përzina pra, edhe orizin shto e shpëndojna krejt tepsin. Marrë tash të mishin e terë. Nëse juve ju duket pra që ka krep pak, edhe pse kom qit krep veç veget, mundeni me ashtu masanina me pjat, edhe pse është tamam për mu. Që shdo një të është si pas shijes. Qesim mishin e terër, edhe marrim letër për pjekje e lagu me ujtë ftoft. E qesim për mi një 2 letra, sepse tepsia po është e mëdhe, edhe e qesim për mi me një fusim tepsin në furrën e nxehur.
mishin e terër, mbasi kemi qit në tepsi që mush plot me mish, veç me furç kështu me këtë lagon e orizit e lagu mishin. Letrat përmit lagura me ujë dhe me njëherë në furrën e nxehur. Edhe, mashallah, bismillah, ja largojna letrat që ja kemi qitë pra të lagura. Edhe kështu duket orizi me mishin e terër, e kom lanë pra në temperaturë 220 gradë për 35 minuta. Një oriz fantastik kokër që bëhet. Pra, nuk për e shprishi ma shumë, se ka me qunë gjami e kështu që ja vlen, pra ta provani oriz në tepsi me mish të terër se kam ju knaq. Mundin edhe mos me zi mishin, shembull mundin me shtim bromin në ujë që të zbutet, unë e i kom thonë pra 2-3 volë, kështu që çdo një. Neve na beft mirë atje, aty në tjerëve po ashtu kush e han. Faleminderit për krahun që ma bani, Allah na pranoft agjerimin nëse provoni lumshën duart e deri në recetën e radhës. Ka kuzhina njerit ju them miru pofshi.